Të dashur miq, selam aleikum. Takohemi sot në datën 7 maj i vitit 2026. Gjithmonë lidhem nga Kuala Lumpuri i Malezisë dhe në linjë kam mikun tim Gjergji Thanasin. Uh, Sot me Gjergjin do flasim atë që ne gjithmonë flasim, punën e mekut e mujahidinëve. Për ju që më keni ndjekur në për intervista të ndryshme, në muajin prill në Shqipëri, përveç luftës me Iranin e tjerë, një nga ndodhit që ka bërë lajm ka qenë edhe incidenti i mujahidinëve me një shkollë fëmijësh në Tiranë, ku qytetarët denoncuan mujahidinët që shkonin në për shkolla dhe mundoheshin që ti flisnin fëmijëve shqiptar. Tani, ky incident, të cilin nuk e kam bërë as unë as Gjergji Thanasi, jeni të sigurt, tregon pak a shumë Më falë, nuk është një incident. Janë minimumi 4 incidente. 4 incidente. Okej, ato do më korrigjosh ti më herët. Dhe këto incidente kanë tregojnë në pak a shumë atë histerin që ka populli në Shqipëri me mujahidinët, mosbesimin që kanë ata ndaj tyre, dhe për ju që mund të ndiqni faqet e mujahidinëve, mund të keni vënë re se si mujahidinët janë munduar që ti kundër përgjigjen kësaj histerie publike, duke nisur një fushat propagandistike, duke sulmuar ata qytetarë shqiptar të cilët denoncojnë Mekun. Meku ka vënë në punë edhe mercenarët e vet që i paguan, por përveç kësaj, nëpërmjet faqes mujahidine që menaxhohet nga Manza Iran Prob, Meku ka goditur gazetar amerikan sikur Tucker Carlson, të cilin e ka shpallur sikur është viktim e dizinformacionit iranian, më ka sulmuar mua, më ka quajtur një agent i mojtit dhe gardës revolucionare, dhe më ka ndjerë me këtë foton ku më ka rrethuar tyrën time sikur duan të më ekzekutojnë. Në faqen e tyre, Meku si gjithmonë sulmon Reza Pahlavin, dhe në një shkrim që kam botuar në 23 prill, se ky shkrimi që më sulmojnë mua drejt për drejt është datës 3 maj, kurse në shkrimin e datës 23 prill më sulmojnë mua dhe zotrin që kemi përballë, domethënë Gjergji Thanasin, na sulmojnë të dy, duke na ekspozuar me titull Exposing the Smear Campaign Against Mecca in Albania, apo ekspozimi i fushatës shpifëse kundër Mekut në Shqipëri, kundër të tjera mujahidinët sulmojnë website-in Jeta Shef, edhe sulmojnë njerëz si puna ime dhe Gjergji Thanasi, që na quajnë si agent iranian. Këto sulmet Mekut që vinë nga faqja Iran Prob, ku Meku kuptohet sulmon edhe Reza Pahlavin, djalin e ish shahut të Iranit, i cili kërkon që të marrë pushtet, tregojnë që Meku tani më ka hapur luftë me 2 fronte, në njërin anë apo me 3 fronte. Në njërin anë sulmon Reza Pahlavin, se Mariam Raxhavi do që ajo të marrë pushtetin në Iran dhe jo Reza Pahlavi. Në anën tjetër, si gjithmonë sulmon Iranin, mullahët, Republikën Islamike, dhe në anën tjetër sulmon gazetar shqiptar, sikur unë Gjergji Thanasi, Jeta Shef, por sulmon edhe gazetar amerikan sikur Tucker Carlson, të cilët i quan viktima të disinformacionit të regjimit iranian. Sulmi kundër Tucker Carlsonit vjen
pasi në një podcastin e tij, Tucker Carlson me gazetarin dhe ish agentin e CIA-s John Kiriakou diskutojnë mbi historinë e Mekut, mbi rrezikshmërinë e këtij grupi dhe mbi arsyet pse CIA amerikane kuptohet me kërkesën e Izraelit e hoqi Mekun nga lista e organizatave terroriste dhe se si Meku ka bërë krime dhe vrasje kundër iranianëve. Që të analizojmë sjelljen e Mekut dhe agresivizimin e Mekut të menjëhershëm, do bisedoj me Gjergj Thanasin sot, po përpara se të jap fjalën Gjergjit, dua të formon që Meku në ditët e fundit apo më saktë në javët e fundit ka nisur që të përdori edhe rekrutët shqiptar. Mujahidinët kanë rekrutuar shumë shqiptar. Për ata që më ndjekin mua në kanalin tim, unë përpara se të vija në Shqipëri përmenda rastin e Ervin Karamuços, i cili ose është në pagesën e mujahidinëve ose e përdorin ata, ku ai më kërcënoi nëpër televizione publike shqiptare, thoshte që ai mos vinë në Shqipëri se do të arrestojnë etj. Dhe Meku përdor një seri personash shqiptar të cilët i ka rekrutuar dhe i vendos i hedh në aksion sa herë i duan. Një faqe në Facebook, Shqipëri vëzhguesi faqe quhet, Meku ka filluar boton shkrime nga LL Katundarësh edhe fakira që gjen në Shqipëri, LL njerëzish. Këtu është për shembull një shkrim nga një femër me emrin Avokate Pranvera Paçi, e cila pas ka bërë një koment pro mujahidinëve dhe këta e postojnë në faqe. Në këtë portalin Shqipëri vëzhguesi, Meku ka botuar video të katunarëve të Manzës, të cilët i ka ftuar, shumë nga këta katunar punojnë zaten në kampin e mujahidinëve, marrin një copë rrogë. Edhe mirë bëjnë. Dosh janë, gjunat. Edhe tregon për shembull se si katunaria e Manzës i do mujahidinët. Mujahidinët janë popull i mirë. Ka marrë intervista, një shembull është kjo intervista me një katunar të Manzës, i cili Prit Lika e pas ka emrin këtu, nga fshati Borxh Manës, i cili thot pak a shumë që ta mujahidinët janë burrat mirë. Prit ka kalu çikët frikun se duket shumë interesant. Para se ta jap ty fjalën Gjergj. Ditë ditës, ta vishën e takojshin. A dëgjon frikun? Kemi pi kafën për klube. Friku duket shumë strategjik. I fshatit Borxh, ose kryeplaku i fshatit Borxh, Njësia administrative Manës, Bashkia Durrës. Para 5-6 vitësh, një grup prej 3-4 vetësh, vitën dhe më takojnë, dhe mënyrën që i takove, kuptove që nuk ishin shqiptarë. Mu prezentohen, jemi iranianë që kanë ardhur në kampin Ashraf Trend Manës. Qysha ditën në fillu një farë njësie. Ditës, ta vishën e takojshin, bëshin muhabet, kemi pi kafën në për klube, edhe marin pjesë në gëzimet tona. Çdo vitëri shkollor që fillojnë shkollet, këta shumë familje ndihmojnë me artikuj shkollor. Shumë familje tjera, fëmijëve t'u blejnë edhe rrobat për shkollë. Kanë organizuar disa herë festa, në thonë me ushqime, në lokalet që kanë këta lokale shumë mëdha, prej 500-600 dhe 800 vetë. Këta festa këta i bëjnë për Baram edhe për vitri. Njëkohësisht në këta festa këta ndajnë edhe ushqimet të pakatuara si miell, rrizë, sheqer, makarone, domethënë për shumë familje në përfshat. I kam taku shumë herë edhe në qytet, në Durrës, që këta shkojnë për vizita.
Në më thonë se këta kanë liri dalë tamam. Tamam si ne. Pra, ne kemi konsiderat, vinë, në vizitojnë, edhe ne përshkojmë, i vizitojmë, si ashaf. Kemi pa muzeumin e këtyre që edhe xhamin, kanë bojnë xhamin shumë të mirë. Pra ne me këta shkojmë tamam si vëllezër, edhe kemi marrëdhënie shumë të shkëlqyeshme. I fshatit Borxh. Kjo ishte Gjergjo. Po. E pe frikën, frika do më thënë të tregoj se që bëjnë mujahidinët, thonë na japin ndihma, na japin ushqime, i blejnë libra kalamojve të katunarve, na ftojnë të kampi tyre. Kjo tregon pak a shumë atë PR-in që është duke bërë Mekun në Shqipëri, ku po mundohet që të kryej pak a shumë atë bazë e vetë mbështetëse kundër atyre që kundërshtojnë. Si e komenton këtë agresivitetin e Mekut kundër mejen veçanti, por edhe feje dhe gazetarëve të tjerë, dhe këto intervistat me katunarët që Meku ka filluar të nxjerrë? E para, zotëria që ishe në intervistë i përket një familje të rregullt, shumë të mirë, serioze, pozitiv, janë njerëz pozitiv, pra nuk po e shaj, po e lavdroj, realisht janë njerëz pozitiv, fshatar të zonës aty, dhe ai ishte shumë i sinqert në ato që thonte. Nuk gënjente. Ishte shumë i sinqert në ato që thonte. Por, sinqeriteti i tij i ka vënë vetulla dhe i ka nxjerrë sy të ish terroristëve të Mekut. Sepse ai me sinqeritet, deri diku dhe naiv, shpjegon mekanizmin e Mekut për të bërë atë minds and hearts, pra për të fituar mendjet dhe zemrat e banorëve të zonës rurale të Manzës. Domethënë, tentativa për të blerë varfërinë. Këto janë gjëra tepër të i kaluara për mua, se i kam parë në 91-shin me operacionin Pelikan, kur Shqipëria dilte e uritur nga komunizmi. Më keq se sa Etiopia në kohën e sundimit komunist, masi hoqën perandorin Ali Selasie, apo se Somalia në vitet 92-93. Kështu që nuk është asgjë e re. Pra, ble artikuj shkollor, ble ca ushqime, ca veshje për fillimin e vitit, ço pak i familja i qutë e Karitasi ato, me grosh, me sheqer, me vaj, me miell. Ato që bënin arabët, ato që bënin arabët dhe habisët. Jo, italiani më përpara, paleta të tëra me vaj në kuti metalike që shkruaj dhuratë e popullit dhe qeverisë italiane për popullin dhe qeverinë shqiptare. E shkruar shqip. Marrë, nuk është asgjë e re. Pra, është një mënyrë për të blerë varfërinë. Është amorale nga ana e Mekut, por nuk është gjë e re. Dhe zotëria ishte shumë i sinqert, tha të vërtetën. Tha të vërtetën. Kjo i prish shumë punë Mekut. Sepse unë bëj pyetjen, Meku vret iranianët e vet. Kaq shumë na dashkan e shqiptarët. Imagjino unë t'i lyj durët me gjak shqiptarit deri në Bryl dhe të du vëllezërit kinez. Tani më fal po. Pra unë vras shqiptar, po dua vëllezërit kinez apo vëllezërit kongolez, nuk ka rëndësi, apo vëllezërit brazilian. Pra ato vrasin njerëz, kanë vrarë në të kaluarën, vrasin në ditët tona njerëz në Iran, pa fol për gjërat e tjera, dhe i dashkan shumë banorët e zonës rurale të Manzës. Tani, ke parasysh, mjafton një minimum truri për ta kuptuar që kjo është një hipokrizi shumë problematike, sepse po përpiqen ti rekrutojnë shqiptarët. Për çaj duan, për çaj duan, për çaj duan. I duan se janë shkencëtar ato në Manzë, janë gjithë Marie Curie, femrat e ne, çfarë them unë. Meshkujt, tani më fal po. Për çaj duan? Për çaj duan? Një pyetje thjesht, pse duan të fitojnë zemrat
dhe mendje të zonës së Manzës dhe për të Manzës. Për çfarë u hyn në punë? U hyn punë se janë shumë të mençëm, se janë shumë të bukur. Për çfarë bëhet? Një pyetje thjesht. Pse do vish ti si Olsh, po themi që je iranian, që ke vrarë ke pren vendin tatë, do më sjellësh mu për kalamojt e mi, larg qoftë domethënë, libra e gjëra shkollore, fillim shkollës, do më sjellësh pak i familja me groshe, me sheqere, me vaje, me miell, për pse? Të preu barku ty për mua, ti iranian, vrasës në dhe unë tatë, ndashke mu të mirët. Një ish kooperativist në një fshat aty në Manzë, një falë. Domethënë, minimumi i trurit të bën të dyshosh. Pse? Pse? Nga dashnia modhe për shqiptarët. No, thank you. Nuk na duhet ajo dashni. Më fal. Pse? Se unë i kuptoj shoqatat arabe, jemi vëllezër musliman të rrëvërë. I kuptoj. E kuptoj dhe mentalitetin e arabëve. Por në këtë rast është shumë e dyshimt këtë gjë. Dhe mekanizmi që shpjegon zotëria është perfekt. Ndikimi ke kalamajt, ndikimi ke prindit e kalamajve, ke matvarëfrit e Manzës, se nëse unë kam tokën time, kam i punishte që them unë Baxho, Qumshi, apo punishte që prodhor raki e verë atje, po nuk kam nevojë për i pago familja me ca kile grosh, miell, sheqer, vaje, që them unë, e në i kallup sapuri. Pra, ato shkohet ke matvarëfrit, përse hyn punë matvarëfrit? Më kujton fix Al-Nusrën, Al-Qaedën me katonarët e fshatrit të Leshnicë. Familjet më të varfër e rekrutuarit shumisht për top në Siri. Bashkë me qelbësira shqiptare, që në njëri prej tyre ndërto pallate sot, bashkë me qelbësira shqiptare. Dhe pyetja ime është vetëm një. Pse i duan kaq shumë katonarët e Manzës? Ç'është për dashni mërtit? Ai vret njerëz të vet në Iran, edhe dashka shqiptarët. Përveç se është hipokrizi, unë dyshoj se ka ca qëllime jo të mira brapa kësaj. U ale dëgjuesve të këtij emisionit të nxjerrin konkluzionet vet, që mos bëj lektorin, ato studentë dhe unë pedagog. Kjo. Të nxjerrin vet konkluzionet. Tani pse na sulmojnë ne? Pa rënë në atë pozicion na doni më për Belulin të atij të skeçit të stradës. Problemi është i thjeshtë. Ato nuk duan njerëz që të thonë të vërtetën në Shqipëri. Në Shqipëri duhet të ketë vetëm një vërtet. Irani është i keq, mullat janë kriminal, këto janë heroj që po shlirojnë atë dheun e vet. Kanë qenë i 1980 se kanë shliruar po varja, domethënë. Pra, në moment që del një vërtet tjetër, ato alarmohen. Alarmohen në moment që del një vërtet tjetër dhe ne themi atë vërtetën tjetër. Tani kur po e përsëris disa herë, kur këto vrasin Iran, i mori malli për këto që po shoh unë në video këtu, të Manzës, shiqyr që na erdhët. Është hipokrizi me brirë, hipokrizi 100% hipokrizi. Një moment, Gjergje. Ato nuk duan që të ekspozohet. Mua më bën përshtypje, unë po shoh shumë fëmijë. Edhe sigurisht tregonte edhe frikë lika më herët, ka pas kanë filluar një proces masiv rekrutimi fëmijësh. Domethënë ato që kemi dëgjuar Nuk po them që ka rekrutim fëmijësh, por që janë target fëmijët, janë target. Janë objektiv. Një moment. Domethënë video që ka dalë nga jeta e shef, edhe pse mujahidinët janë munduar që ta përgënjeshtrojnë, që këta mundohen të marrin fëmijët e asaj shkollës nysverisht. Kemi rast në Shkodër e tjerë. Dhe më fal, video i jetës së shqef është një minutë, i sakt. Video i jetës së shqef është ke shkolla ke Bulevardi i Ri në Tiranë, për te ish stacionit trenit. Nysberisht është video tjetër. Vazhdoj. Okej. Pra, kemi në të dy rastet synohen kalamajt e shkollës, 9 vjeçare, pra minore. Një moment. Nëse shikon këtë videon, këtë foton tani, këtë filmimin, katunarët që po dalin këtu, dhe fëmijët e vegjël kanë gjithë në përduar trajse me ndihma. Nuk e di në i dallon dot nga telefoni, kanë marrë kush e merr vesh. Ca bardha, ca me ndjenjë tjetër, po, kalamajt në dorë. Dhe të rriturit kanë qese. Do me thënë, Meku çfarë pas ka nisur të bëj? E para
po marrin në mas fëmijë të vegjël dhe po i fusin në kamp. E dyta, po targetojnë fshatarët e zonës të cilëve u japin qese me miell e me orize dhe me ndihma. Dhe ajo që kemi parë neve në Tiranë, tek stacioni trenit, sikur ju thoni, dhe tek në shkolla yzbërisht e tjerë, duket që nuk qenë ka teori konspirative, po qenë ka një mega projekt që Meku pas ka nisur në Shqipëri për të bler me ndihma humanitare, me qese me miell e me sheqer, sa më shumë fukarej shqiptari. Sigur janë këta që dalin foto edhe thonë rrot Meku që po na jep ndihma. Pra, unë çka kuptoj është që Meku me sa duket ka nisur një fushat masive rekrutimi fukarëish, duke i dhënë qese me miell dhe me sheqer, atë që bënin shoqatat vehabiste në vitet 90, apo atë që bën në Leshnic Al-Qaida, ku targetojnë këto grupet e varfëra të shoqërisë, i fusin në kamp dhe më pas i përdorin për kauzën e tyre. Vazhdo se të ndërpreva, vetëm këtë koment doja të bëja. Atëherë, gjendja është më e rëndë se shtat ju. Pse? Në Tiranë ato ishin ke bulevardi i ri, pra deri diku periferi, jo tamam periferi, po deri diku periferi, dhe ke shkolla në Katun të ri në periferi Tiranës. Në Durrës kanë qenë ke shkolla në zemër të Durrësit, Jusuf Puka. Është shkolla shumë afër me bulevardin kryesor të qytetit, bulevardi Dyrra. Shumë afër me drejtorinë, me ndërtesën e drejtorisë së Kurrudhës, me ndërtesën ku është PD-ja, kur drejtoria tatimeve. Pra, është pjesa e Durrësit që ekzistonte edhe në kohë Zogut. Është qendër e Durrësit. Është qendër. Është shumë afër qendrës së Durrësit. Ka qenë kafe Danubi në kohën e miqësisë sovjetikët aty, etj, etj. Dhe çuditërisht në çdo vend ku shkojnë ndrojnë makinën. I herë makinë të bardhë, i herë makinë të kuqe, i herë makinë gri, do dali dhe ai furgoni jeshil me patjetër. Edhe në Shkodër ishin brenda në Shkodër, nuk ishin në Dobraç, nuk ishin në Hoti i Ri, se ka dalë periferie Shkodra të ndërtuar mas 90-s. Jo, ishin shumë afër qendrës Shkodrës. Dhe këtë e kemi live, sepse ndërhyri shkodrani në telefon, domethënë dhe foli ke Top Channel-i, që është televizion me licencë kombëtare. Pra nuk është TVR-a e Ersekës apo Antena Nord e Shkodrës. Jo, televizion me licencë kombëtare që shihet deri në Shkodër, shihet deri në Sandak, pa llogaritë të diasporës nëpërmjet satelitit. U akua shkodrani. Më falë, se për të njëjtën gjë, femra me shami me makinë të bardhë. Normal, unë kam edhe targën e furgonit bardhë, po nuk po e nxjerr se do thonë, ka shku gjergjim Shkodër, ja ka prish mjenin aty në Shkodrës, dhe ato kanë bërë alarmin. Jo, do thot doktor Karamuço i kanë bë foto, ja kanë çuar Iranit që t'i vrasë Irani. E mban mend çfarë tha Karamuço? Po, kur shkojnë në Shkodër, trimat e Iranit do i vrasin Shkodër këto, po jo, patjetër. Një moment. Pra, shiko këtë foto, një moment. Shiko këtë foto sa interesante është. E kanë mbushur këtë sallën brenda kampit me dhjetra apo ndoshta edhe qindra fukarej, dhe këta po dalin të gjithë me trajse, me ushqime. Pra Meku pas ka nisur një me qese me Gjon Amren, se nuk e di çka ka Amren, ë? Nuk e di se çfarë ka Amren. Me qese të mbushura. Domethënë mos bëjmë spekulativit. Me qese të mbushura dhe qeset janë masivisht. Se mund njëri prej tyre mund të ketë pas ujë me vete në qese. Po jo dhjetra banorë, sidomos ka nevojë me qesën dorë të mbushur. Ja, shipe këtë foton tjetër që këta po dalin tani, ndoshta ne shohim qindra njerëz që dalin me qese në përduar. Domethënë, Meku pas ka nisur që përdor ndihmën humanitare për të sjellë në mënyrë masive në kampin e tij paraushtarak në Manës, ku këta bëjnë edhe veprime
terroriste kundër Iranit, sulme kibernetike, propagandë të tjerë. Më fal, do të ndërpres, të lutem, më lejo, se kjo është shumë e rëndësishme. Në video hyn pa qese dhe dalin me qese. Pra, nuk është se i kishin me vetë, nuk është se kishin morë qa fruta shka tani, kumullat e baches, edhe po ja çonin dhuratë. Është krejt normale që shqiptari ti shkoj tjetrit për vizitë ke shtëpia ti çoj dhuratë, është krejt normale. Por ato hyn pa qese dhe dalin me qese. Është ruaj këtë video sepse dhe bas që Meku mas kësaj bisedës tonë do ta heqi. Kjo është e para dhe është shumë e rëndësishme. Dhe në mënyrë masive kalamajt. Kur ishte shoqata Asila, ishte një femër ke Asila që kishe pjellë dhe i klysh me një iranian. Ajo i përkiste një komuniteti, një minorancë etniko-lingvistike dhe organizoi ajo një aktivitet, e thirrën këto të antiterrorit i thanë nuk duan femra minorene në aktivitetet tuaja. Se kishe morë ca goca gjimnazi, po prapë që i përkisnin kësaj minorancës etno-lingvistike. Nuk duan minoren të rritur boçadush se jeni shoqat legale, domethënë plotësisht brenda ligjit me letrat me dokumentacion në rregull, por jo minoren. Është shumë e rëndësishme kjo. Kurse këtu hyn minorenët, shok dhe shoqe të antiterrorit. Se keni edhe psikolog aty, keni edhe infermiere e shoqe, pra ne i thash shok e shoqe. Ju lutem shumë shifeni këtë punën e kalamajve. Dakor, janë shoqëruar nga prindrit, nga gjyshi, nga gjyshja, okay, nga tezja, nga halla, i shoh. Por shifeni këtë punën e hyrjes së kalamajve në kamp. Ju lutem shumë shifeni. Mos harroni shok dhe shoqë të antiterrorit që ju, një lloj si unë, në deje keni gjak shqiptari, nuk keni gjak gomari. Më kupton? Kjo është e para. E dyta, çfarë shohun aty që është shumë e rëndësishme. Kur ka bërë një aktivitet Meku ishte ende Dako, kryetar bashkie e Durrës, janë ndaluar makinën, do e leshtu në ishte vape madhe, do e leshtu në parking, e ka bërë një 200 metra rrugë në kamp Dako, u djersit, e fotografuan edhe gazetarët e huaj. Ose gazetarë shqiptarë që punonin për mediat e huaja, për Reuterin, për Associated Press, pra jo për media iraniane, për media amerikane dhe media botërore. Pra, kryetari i Bashkisë Durrësit e lanë si qenë, ja kontrolluan edhe me kështu me pasqyrë teleskopike nga poshtë makinën, se mund të kishe vënë ai bomba i dhe na hidhë në kampin, se mund të kishe ble Irani kryetarin e Bashkisë Durrësit. Dhe njush Dako, se pa buksa i kupton, mund të jepte në 100 euro Irani edhe ta blende. Pra, më falë, këto për hynë autokolon me makina. E kupton se çfarë ndryshimi është ky? Po jo vetëm ndryshimi, gazetarë shqiptarë aty makinën, deputetët shqiptarë, deputet nderuar që në njona është në masi u dha nga burri u bë nga deputete gazetare, na lo makinën atje ke parkingu, kurse këtu hyshin autokolon makinat. Nuk i kontrollonte njeri me pasqyrë teleskopike. Arp Security e kolonel Ben Prenjasi nuk i kontrollonte nga poshtë. Pra, o ka rrejt herën e parë që ka pas min kryetari bashkisë poshtë makinës, ta kontrollojnë me pasqyrë, ose që ka në rusot. Këto janë detaje shumë të rëndësishme, këto duhet i shofi policia, shërbimi sekret shqiptar, qose janë shqiptar. Një moment të ndaloj. Sepse vin Karamuço, nuk e dia e kanë ble Karamuçona, e kanë bënga që është budallave ta ku dëgjon si nga hallet ai. Po vin Karamuço thotë që Irani thotë ka hedhur lekët dhe po rekruton njerëz në Shqipëri. Po në qoftë Irani po rekruton njerëz, Meku çfarë çfarë bën këtu? Ka rekrutuar me qindra njerëz. Jo, njerëz, po janë milingona më, to janë njerëz, nuk janë njerëz. Janë milingona që ecin me dy kam. Do më thënë, ne këtu shohim me qindra banor, nuk e di nga vinta, po qa është kjo? Po mos tjetë rekrutim kjo. Do më thënë, shive, Meku po jep lek, po jep çanta me ushqime, ja po del ky fakiri, thot, shqyr rrop Meku që na dha buk, dhe do më thënë, unë me qa po kuptoj, është që Meku është duke ndërtuar Unë jam me atë, mirënjohja është shqiptar, edhe unë kam thënë oficerëve, generalëve të Pelikanit, grazie Italia, se komunizmi na la pa buk, ju po na ndihmoni që mos bëhemi Etiopi në Evropë. Mirë, po problemi është, që një moment, Gjergji, Meku nuk është Italia.
Meku nuk të ndihmon për shpirt babës. Ti sigur sa e the, Meku mujahidinët e vet i lë pa buk. Iranianët e vet i vret. Se kujton se i ha barku Mekut për këta katunarët e Manzës. Kjo që ne shohim Pra, këtu është ne e bëra atë pyetje, kur vet iranianët e vet, shumë ju do ju manzakëve. Kjo që shohim neve është fushat rekrutimi nga një organizat e listuar në të kaluarën si terroriste, nga një organizat që është sulmuar nga Meku, nga një organizat që shumë nga antarët e saj i kanë duart me gjak dhe janë vrasë, dhe unë për shumë të shikoja fëmijën tim këtu, unë do kisha frikë. Si mund të çojmë fëmijën tim në një kamp mujahidinësh, në një kamp gjihadistësh. Domethënë kjo është saksisht ajo që bënte ISIS apo Al-Qaida me fukarejt e Leshnicës dhe katuneve të Librazhdit në vitet 2010-11, ku i rekrutoi me copa buke dhe pastaj i bëri kamikaz dhe i çovi që të vdesin për Abu Bakr al-Baghdadin në Siri dhe në Irak. Tani, kush është garancia që nga këta persona që ne shohim këtu në foto, Meku nuk arrin që të trushplaj disa nga këta dhe t'i përdori këta për sulme terroriste në të ardhmen, e para. E dyta, sikur po bisedonim bashkë më herët, ne kemi parë se si mujahidinët ka nisur që të ndërtojnë atë masën kritike me shumë persona të cilët kanë filluar të bëjnë komente pro Mekut në internet. Dhe ne kemi parë domethënë që nga katolik, nga Mirdita deri te katunarët e Manzës, kemi një rritje të personave që mezi din shkruajnë shqip, por që fillojnë edhe bëjnë komente në internet dhe mbështesin mujahidinët. Për shembull mund shikosh këtu kemi një Mimoza Krasniqi, një Lata, një Adrian Falaj, të cilët sulmojnë policinë e shtetit me komentin që ka bërë Meku këtu, dhe mbajnë anën e Mekut. Domethënë, unë çfarë po shoh është që Meku është duke ndërtuar një masë kritike me këta njerëz që mbajnë me ndihma edhe me qese me miell, dhe pyetja është çfarë na siguron neve që në të ardhmen këta njerëz nuk do përdoren kundër shqiptarëve. Problemi nuk është, po më dëgjoj, problemi nuk është vetëm Manza. Këto po përhapen një lloj si kanceri që përhap metastazat, këto po përhapen, domethënë, është e provuar nga burimet hapura informacioni, jo nga ato traplëqjet e doktorit shkencave Kar Amuço, që këto të paktën deri në zonat katolike të Lezhës dhe Mirditës janë përhapur. Tentuan Shkodrën, kemi shembullin ke Top Channel-i. Nuk e çoi Olsi apo Gjergji atë merrte në telefon Top Channel-in, ë. Dhe unë gjej rastin, ti drejtohem Monsinjor Gjergjit, Peshkopit Mirditës, që të bëj bariun e mirë, si prift katolik që është, dhe ta ruaj grigjën e mirditorëve nga këta ish terrorist islamik dhe komunist njëkohësisht. Paktën ai Raxhavi i modhi këtyne, domethënë që s'dihet të gjalla, s'është gjallë, kështu shkruante që ne jemi një përzierje e islamit me marksizmin. Pra, marksist, terrorist marksist islamik. Qa drejt lidhje kanë këto me katolicizmin? Hajde ma spjegoti mu. Prandaj unë i bëj thirrje dom Gjergjmetës, Peshkopit, Monsinjorit Mirditës, që të bëj detyrën ta mbroj grigjin e vet nga ky kërcënim. Kujtoj këtu se si ka vepruar Fishta që nga kërcënimi jahudi i viteve 30, nga kërcënimi i komunizmit, përmenda katolik, po mund përmend edhe klerik musliman, Hafez Ali Korça për shembull, që paralajmëroi shqiptarët për rrezikun e komunizmit. Bolshevizmit. Pra, kemi një traditë
të klerikëve shqiptar, nuk ka rëndësi katolik, ortodoks apo musliman, që parajmërojnë grigjen, pra njerëzit e vet, kongregacionin e vet, po gjej fjalën e duhur, për rreziqet që i vinë. I drejtohen Peshkopit, Monsignor Metës, që ta parajmëroj popullin katolik, besimit katolik për qenë sa më sakt, nga ky rrezik që u vjen. Dhe unë po e bëj publike këtë, nuk po flas ke kafja vesh më vesh, po e bëj publike. Sepse në dijenin time, Monsignori nuk është i marrë peng me material detyrues si në i prif tjetër katolik. Nuk është i marrë peng. Në dijenin time. Nuk kemi të bëjmë me Caritas këtu. Nuk kemi të bëjmë me Padre Majone të Gjezuitëve që sillte nima në Shqipërinë e uritur të 91-shit. Nuk kemi të bëjmë as me atë priftin katolik Bizës që 97-ën ku kërciste Mitrolozi, jo Kallashnikovi, çonte ushqime, çonte ilaçe në Bizë, duke rreziku kokën. Në Bizë Martaneshit, imagjinoje. Nuk kemi të bëjmë. Këto janë ish terroristë, nuk e di a vazhdojnë të bëjnë akte terroriste, sepse edhe në Iran shmeret vesh puna, domethënë nëse i bëjnë këto apo i bëjnë tjerë. Po unë nuk besoj që tjetë aq i Zoti Mossadi izraelit pa pas njerëz në terren të bëj ato që ka bërë, t'i bim kokë generalëve bame, t'i vrasi me drona, jo me raketa nga Izraeli ose nga avioni, jo me drona që nisen nga toka iraniane. Por po themi ishte terrorist, nuk po themi që vazhdojnë të jenë terrorist. Nuk po i quaj, që për të qenë politikisht korrekt po flas shumë. Prandaj unë i bëj thirrje Kishës Katolike Shqiptare, atyre prelatëve të kishës që nuk janë marrë peng me material detyrues, kam parasysh 2 priftërinj të Thethit edhe të Shkodrës që ishin shumë të ashpër kur ky kryeministri jon Edvini u shkatërroi pronat katolikëve të Thethit. Pra ka plot klerik katolik që nuk janë marrë peng. Atyre u bëj thirrje ta paralajmërojnë grigjen, ti paralajmërojnë besimtarët e tyre nga ky rrezik. Dhe unë po e them këtë haptas, jam gati të dalë debat me këto priftëri të them, keni përgjegjësi ju ndaj kongregacionit tuaj, ndaj besimtarëve tuaj, sepse prifti katolik në ato zona është, si ta them unë, si një fanar ndriçues dhe ka një besueshmëri shumë të madhe ke populli poshtë. Ta shfrytëzoj besueshmëri për mirë. Problemi është me Gjergji se Meku ka para që nuk i ka Kisha Katolike. Se shumë nga këta katolikë që ne po i shohim, nuk shkojmë për shpirt babës, ose i hëngri katolikëve të mirë ditës për mujahidinët e Manzës. Po, domethënë, video që ne pam tregon e bardha me zezë se këta janë duke bler njerëz me para. Shive çfarë shkruan kjo Fatbarda Çelaj. Kush e di nga drejtë? Se përveç përhapjes në pjesën katolike të Shkodrës dhe Mirditës, këto po përhapen shumë në periferi të Tiranës. Po shive në video në Berisht, edhe në Kamës, me ato gjysë ose çarek intelektualit lokale atje. Gjergji, më fal, shive këtë shkrimin që ka bërë një Fatbarda Çelaj. Kjo është kreta kush e merr vesh në kampin Ashraf e tjerë, dhe shive, çfarë thotë, këta mbajnë të gjallë dashurinë dhe shpresën për një Iran të lirë, dhe në fund thotë ju uroj sa më shpejt në Iranin e lirë. Domethënë, çfarë është kjo ideja e Iranit të lirë? Ideja e Iranit të lirë është që duhet na mbështesin neve bota mujahidinët, që neve të bëjmë luftë, të rrëzojmë qeverinë e Iranit dhe të vim neve në pushtet. Po më fal, ai Imam Genci Balla, pse është në burg dhe Bujar Hysa në Shqipëri? Nga që bënin thirrje që Abu Bakr al-Baghdadi të rrëzonte nga pushteti Asadin dhe të vinin mujahidinët e Al-Nusrës dhe Al-Qaidës në pushtet. Tani, kjo Fatbarda Çelaj, shkretën e kanë marrë, kanë thënë na shkruaj një 2 rreshta se na duhen, edhe kjo shkretë ka bërë një herë. Apo paraprakisht çana shkruaj. Jo, ndoshta ka shkruar kjo Fatbarda se duket si hartim nga këto të nxënësit e shkollave fillore, se e shoh që ka edhe gabime shqiptimi. Për shembull, syt e shkruan pa e tjerë. Ndoshta ka shkruar edhe vetë. Por muhabeti është shumë shqetësues, domethënë,
se këta mujahidinët nuk është se po japin thjesht qese me vaj edhe me miell për fshatarët e Manzës, po këta po i kërkojnë këtyre që ti mbështesin këta në luftën e tyre kundër Iranit. Dhe kjo është rekrutim. Shive kjo, avokate para je shumë i rreth. Më vjen keq, po je shumë i rreth. Kjo fatbardha, zonjush nuk e di çfarë është shumë e moderuar se sa ish kryeministri, ish zëvendësministri, ish ministri i mbrojtjes, ish ministri i diasporës Majko. Ai do hata akullore në Teheran. Kjo thjesht uron që të çlirohet atë u tyre, por nuk thot do vinë në Teheran të haja akullore. Pra Majko është nivel më lartë se sa Majko. Po Majko e hëngri akulloren për atë mobetu, po Majko është budalla, unë nuk kam problem me Majko, se Majko aq rrugë, aq ka, domethënë aq bon. Unë kam hall me këta fëmijët. Ministër, zëvendës kryeministër, ministër mbrojtjes. Di, more, po unë kam hallin me këta vlla. Unë kam hallin me këta që po marrin fëmijë të vegjël. Se fëmijët e vegjël i manipulon. Se unë nuk besoj që Majko të jetë aq idiot sa që ta çojnë këta kamikaz, i të hedhi veten në erë. Se ne e dim domethënë që këto organizatë, domethënë Majko ka kaluar nga Enver Hoxha, te Fatos Nano, te amerikanët, te mujahidinët, tani Rama e kanë nxjerrë në pension. Majko mundoi të hante i copë buku por të vjedhte ai lek me këto tokat që janë shitur në manës e tjerë e tjerë. Unë kam hallën te fëmijët e vegjël, se fëmijët i manipulon. Dhe shive sa interesante kjo video e këtij katunarit e këtij Zenunit. Prit, ja dëgjon zërin të këtij? Ja, se hamu zërin. Jam këtu nga viti 2018 deri në 2026. Punoj si shofer këtu brenda, tranzit edhe jashtë. Janë njerëz shumë të kulturuar, njerëz shumë të pastër, njerëz të veshur mirë, si motra, si vëllezër, të gjithë kambi. Kam respekt të veçantë për vëllezër këto për motrën. I shikoj mirë, bën një punë të pastër, bën një punë të mirë, i rrit prompt, i rrit kapir se njerëz të jashtëm e njerëz të kulturuar. Dialog kam me të gjithë kampin, punoj me këto, edhe paqartia shumë e madhe, mirëpritja shumë e madhe për popullin tonë, edhe populli jashtë Albania janë shumë të shqetësuar me atë fillim. Tani janë mësuar, i njohin mirë mujahidinët, shumë të mirë, shumë të kulturuar. E të gjithë me njerëz me fakultet, si motra, si vëllezër. Njerëz me fakultet, njerëz shumë të vojtur. E kanë mbaruar. Shumë impresionuese ky deklarimi i Zenunit. Zenuni është shofer, halal e ka. Po ky i dyti që nga edhe më interesant, se thotë janë njerëz me fakultet. Jo, ka ty se kapet i kishe gjatë tjetër më të rëndë, që në fillim populli i Manzës i shqetësuar nga këto. E kupton? Po tani ta janë në rregull ta. Prita ta lym këtë. Tani janë në rregull. Ta lym këtë tjetër. Pra ishin u bën çuna të mirë. Angli, Francë, jashtë shtetit, nuk kanë mbaruar të gjithë në Iran. Nga regjimi pas kanë mbaruar në Angli dhe në Francë. Kanë mbaruar shkollën, fakultetet në Francë. Ne shikojmë të brenda, njerëzit pe njohim mirë, nuk shohim asnjë shqetësim, asnjë sekret, asnjë gjë. Po shikoj gjitha njerëzit këtu i kanë njoh si njerëz të mi, si fshatarë të mi. Njoh edhe këto. Njerëz të vojtur, njerëz të kanë vojtur shumë nga regjimi, këto unë për njoh më mirë që kanë ardhur këtu. Po janë shumë punëtorë. Shumë pasardhor, shumë mirësjellë, begatishëm për popullin, për Albaninë, na afrojnë shumë me dreka, me darka,
edhe llafet të mira nuk janë të mërzitur, si Ndalore pak, albanezi jo të mërzitur. Po? nuk janë të mërzitur si albanezi, e kupton ti është shqiptar kë? Nga Po tha na, mënyra e shprehjes. tha na, Na po tha ofrojnë na, me dreka me darka. na mbajnë, e na kupton? mbajnë, po Karamuçu se kanë dhënë drekë dhe dark, se ati shoku Pa, ton ati, e kupton se mu më vjen keq për njerëz tillë. Pra na japin dreka dhe darka. E kupton ti domethënë? i mbajnë me bukë, po, i mbajnë me bukë. Do për ta vazhdojmë se që nga interesant. Po jo me jo, është dhimbshme, po ti s'ke zemër, është e dhimbshme bu. Na japin dreka dhe darka. Jemi në vitin 2026 bu. Unë jam i Më fashpir. kujton ushtarët e kufirit në Dogan i 1990-ën, që hashin një sanduiç ke anije italiane në Delta Chi që sillte duhan qelbët nga Napoli dhe çoçi duhej. Kemi hongër simite të jashtme. Po 2026 o burr, kanë kaluar 36 vjet. Gjergji ka fukarallëk në Shqipëri, sidomos në përfshatra. Ti e di realitetin. Thotë na japin drek dhe dark. E kupton se çfarë niveli është ky apo jo? Gjergji, më fal, edhe ata shqiptarët që shkuan në Siri, shkuan se ishin fukarej. Ishin pa bukë, ishin katunar ku ha pula gur edhe i mbajtën, i ushqyen sa i ushqyen këto fondacionet e Al-Qaidos, më pas i thanë do t'ju japim edhe shtëpinë në Siri, i morën miq për top, edhe tani thanë filloni vrituni me njëri tjetrin. Domethënë fukarallik, maskarallik. Unë kuptoj, më ofrojnë një televizor Philips apo Grundig Ultra High Definition okej. Po na japin dreka dhe darka. E kupton sa demaskuese është kjo? Se sa, domethënë, u shiten për dreka dhe darka. Ky është niveli i arregjive të Bregut Lumit o burr. Ky është niveli i jevgjve të lagjes Brak. Sa qef hongër mi drek qyl. Sa qef. Po ka fukarallik në Shqipëri, Gjergji. Po gjuna po burrë, gjuna, pse mas 36 vjetës jemi si në 90-ën. Për ta vazhdojmë këtë, shumë interesante. Kurse Irani jo. Janë shumë të urtë, shumë të njerëz të shkolluar. Unë jam Bashim Gjoga, banor i fshatit Manës. Jam avërsisht 70 vjeç. I në shti komshi me muaqadinët që janë në Manës. Jo vetëm unë, për gjithë fshati Manës ka një përshtypje shumë mirë për te. Si për sjellë natyrën kulturume dhe për zemërgjësinë e tyre. Në çdo fe sotare, se në shumica këtu jemi musliman. Dhe shumë fe sotare ne kemi kaluar bashkërisht me ata për dreka, për fjallime, për ata shpesh vend dhe në vizitojnë në për shtëpi, ka një peshkesh të vogël për festat fetare. Pra, shive sa me rëndësi është kjo. Mujahidinët pas kanë filluar t'i bëjnë predikime islamike, kur këta janë kult, domethënë këta nuk kanë lidhje me islamin sunit, që kanë katunarët e manzës, ta na vinë na vizitojnë e na sillin peshqeshe. Domethënë sa herë Ke shtëpia. Edhe dëshmitarët e Jehovait nuk e bëjnë këtë gjë. E kupton ti se çfarë do të thotë? Jo, do të ndërpres. A e kupton tani propagandën e qelbur të mujahidinëve që unë e ti morin pare nga Irani? Ja më ku e ke dëshmin. Na sillën peshkesh ke shtëpia. Imagjino sikur dilja unë para kamerave dhe thoja që vinë iranianët nga Irani dhe më sjellin peshkesh ke shtëpia. Më kishin arrestuar në vend. Në vend kishin vënë prangat. Karamuço na kishte prerë letrat për arrestim, po prit dëgjohet, është shumë interesant. Dhe gjithashtu. Jo, prit. Më fal, ndërpritë pak lutem. Kjo është ferma e kafshëve. Të gjithë kafshët janë barabarta, po ca kafshë janë më të barabarta se tjerët. Jemi ke George Orwelli. Pra, imagjino të dalë, unë të them që me erdhën iranianët nga Irani ke shtëpia dhe më sollën peshkesh. Mërë për sikur i libërt në kënë sjellë, Karamuço do dilte te Grida Duma. Karamuço do dilte te Grida Duma, do thotë është me video i ka paguar Irani. E mban mund kur neve u tallëm me mujahidinët kur shkuam në Isfahan, që ti thoje mujahidinëve shikoni këta këlloren ma kanë blerë tha mulla, edhe mujahidinët deri sot e kësaj dite na kanë kënd. Thonë, kanë shkuar në Iran, e kanë planuar që e paguar nga iranianët.
Kurse Ile këtu, s'është edhe një shprehje që unë e kisha pranuar që ma kanë bler akullorën iranianët. Kupton, unë isha ja 6-7 vjeç, kalamaj voskël edhe u jam mirë njohur se mbledh akullore. Domethënë, një infantilitet i tillë që s'ka psikolog që i merr përsipër më për t'i dhënë. Nuk ka psikolog. Dhe unë ngel hatër kur unë them jemi njerëz me bisht. Me bisht. një moment se ky që nga shumë interesant. Ata fëmijët që kanë qenë më nevojë, kanë provu edhe ndihmë humanitare. Shumë vetë që s'kanë krahë puna, edhe burrët vjetër se punojnë këta dhe morën ka 15.000 lekë në ditë për 3-4 punë. Pra, japin ndihmë humanitare. I mbajnë me drega me darkë. Në i peshkesht vogël, i japin nga 10-15.000 lekë në ditë. Dhe ka jo vetëm unë për shembull, që kam pas kontakte më të vërtetueshëm me të, po i gjithë populli jon ka i respekt të veçantë për ata. Si për sjelljen, si për edukatën dhe për fatkeqësinë që ndodhen to pa familje, pa gjë, pa fëmijë, pa sën, ato. Ne kemi përshtypje jashtë masa mirë për ta. Shumë mirë, përgjithsisht populli ka pa vetëm mirë nga ta, nuk ka pa as të keqe, as konflikte, as të. Shumë vetë më thakën policgana onë, deri në shkafone, deri në radhë, janë shumë punëtorë që punojnë ato, majnë familjet me të ardhur që morën ato. Kemi një Daloj pak. Po. Tani, Shkafane nuk është në Manës, është në Ishëm. Është fshat në Ishëm. Rada është fshat në Ishëm, është njësi administrative tjetër Ishmi, nuk është njësi administrative Manzë. Ka pas qenë komunë ma përpara, se Manza u bë edhe bashki ca kohë. Pra, e kupton që këto kanë shku për te i Manzës se tha ai. Imagjino të dalë unë të them që mua Irani më pagon 15.000 lekë në ditë për 4-5 orë punë. Si tha ai. Kisha ardhë antiterrori, më kishe vonë hekrat. Jam përgjigje thot vetë që pagu Irani 15.000 lekë në ditë. Do me thënë, Mariam Rajavi ka shpenzu 20 lekë, ka trafikuar Hadi Sanikanin, atë drogaxhiun që çun në Francë, që Hadi Sanikani ka shkruar një letër, ka thënë Orsi me Gjergjin i pagun Irani nga 1.000 euro në muaj. Kurse këtu, ta, thonë na paguajnë nga 10-15.000 lekë në ditë, nuk është qej. Ure, da të aplikoj për në i punë në manën, me qënë se s'na paguajnë më Irani, aplikoj që do t'jedhe unë, që u karalik, mas karalik. Edhe, kupton Gjergji, kupton çfarë bëhet, kupton, o karamuxë, o idiot. Ferma e kafshëve. Pra, ky thot që paguaj 15.000 lekë në ditë dhe nuk më duket që gënjen, thot vërtetën. Jo, janë vërtetë. Ajo familje është familje mirë në Manë, familje me rranj, familje serioze, pra nuk janë kështu hajdutër, gënjeshtar, janë njerëz shumë pozitiv. Ai zotëria i përket një familje shumë pozitive në Manë, dhe theksoj këtë. Dhe nuk më duket se gënjen. Pra i paguajnë 15.000 lekë në ditë për 4-5 orë punë, tha ai, apo jo? Imagjino të dalë unë dhe them që shikoni, vëllezër shqiptar, mu Iranin pagun 10-15.000 lekë në ditë për 4-5 orë punë që bëj për Iranin. Në vend më arrestojnë. Prokurori thot urdhoi nga gjykatësia i thot avokatin që ti bëjnë ja ky e ka thënë vetë që paguhet nga Irani. A nuk është kjo ferma e kafshëve? Ne gjithë jemi të barabartë para ligjit, po ca kafshë që kanë më të barabartë se tjerët. Pra, ne shqiptarët në Shqipëri po shndrohemi në qytetarë të dorës dytë edhe me këto ish terroristët iranianë. Po nesër kur të vinë zotërit nga Izraeli që po blejnë prona në Shqipëri, ne do jemi qytetarë dorës tretë, mrapa Filipinçave, mrapa indianëve, mrapa që themu nepalezëve etj. Gjergji, një moment, le ta bëj çik pauzë për një moment dhe lidhemi prapë një sekond. Gjergji se sa po bëm një ndërprerje të vogël dhe sikur po flisnim më herët dhe komenti që po i bënim videove nga kampi Ashraf dokumenton përthej çdo lloj dyshimi që mujahidinët tashmë janë një proces masiv rekrutimi shqiptarësh. Me thesa me miell, me të ngrëna me të pira, me pagesa etj. Kush është komenti yt për ato që pam deri tani? E para, unë do t'i kthehem të njëjtës linjë arsyetimi. Imagjino të dalun para kamerave si ai zotëria nga fshati, që ishte shumë i sinqert, dhe ishte media mujahidinëve ajo,
Nuk ishe media ime që e futëm kurth në atë, se kështu jam unë, ja. E shfrytëzova rastin, e futa në kurth atë, 70 vjeç burra i shkreti. Media e mujahedinëve, pra që ka kaluar në filtrat e mujahedinëve, por nga që ai trukan u ka shpëtuar. Urdhë tani të dalun para mediave të them që Irani më jep 10-15.000 lekë në ditë për 4-5 orë punë. Kur isha ambasada iraniane, vinte ambasadori, zëvendës ambasadori, sekretari parë, ku dëgjon dhe më sillnin në peshqesh vogël për festa, vinin ke shtëpia. Pastaj të them që hysha në ambasadë dhe dilsha me qese të mbushur me oriz, me sheqer, me makarona, me miell etj. Se këtu ka gjë të lezetshme, kam hyrë në ambasadë se doja të dëgjoja 2 këmbanat e rregulli gazetarisë për këto probleme të mujahedinëve, cili është opinioni zyrtar i ambasadës së Republikës Islamike të Iranit. Ti veja të 2 në artikuj, të 2 këmbanat. Dhe kisha marrë printime të New York Timesit, të Jerusalem Postit, të Tehran Timesit, më duket edhe Le Monde, po ishte një artikull i një gazetari të Le Mondit, edhe i kisha qese. Qesen kastilene kisha gjetë të një supermerkati izraelit. Si me hy me qese supermerkat Djambe, që është në Shqipëri. Në mënyrë që pika e vëzhgimit që kishin përballë ambasadës, ka jo kisha protestante, ta filmonte dhe unë e maja kastilen në një pozicion caktuar më qesen, që të filmonte gërmat izraelite, ishe si e shile me gërmat bardha sipër, që shiko, domethënë me qese supermerkati izraelit. Pra deri këtu se doja më tallë edhe me aprofesionalizmin e këtyre të pikës vëzhgimit, kuptohet ajo. Pra, unë hyra me qese me printime dhe dola me qese me printime, se qese e holl duke në ato letrat format. Imagjino kisha dalur me qese me oriz, me sheqer, me miell nga ambasada iraniane. Bë kishi kalbur në burg dhe si të mbroj avokati im, jam e ka pranu, ka mor sheqer, ka mor miell, ka mor 10-15.000 lekë në ditë, i kanë çu peshqesh të vogël për festë ke shtëpia. E kupton ti tani që jemi fiks ferma e kafshëve. Kjo është shumë e rëndë. Unë shpresoj që politikanët shqiptarë ta kuptojnë këtë. Është shumë e rëndë. Pse u a bëj këtë? Sepse nuk i ka ndihmuar, po themi, çiftëzimi me Rajabin, me Mekun. Marrim, ç'të them unë, marrim Ilir Metën, shkoi si presidenti Iran gjunjë i puthi këpucët Mariam Rajabit. Jemi dakord? Ku është Ilir Meta sot në burg? Pse se nimoj Miriam Rajabi? Shkoi ke kampi ky Saljani. Ku është sot? Boham rrugëve se Sala nuk e lësho PD. Jemi dakord? Biles nuk e bon as numër 2 PD-s në vend të Shamur Feim Nokës. Pra, ta kam llafin që nuk të hym punë më miqësia me ato. Ç'e ke fitu? Ç'e ke fitu më? Ç'e ke fitu asgjë? Atëherë për çfarë e ndyn surratin kur nuk të ndihmon ajo? Ose ky ish deputeti PD-s, ky nga Korça, Talli Rama e quhet profesor. Ai spioni, Kërmilli. Nuk e di nëse ka qenë spion sigurimi ose jo, nuk e di se s'kam prova dhe unë nuk flas pa prova. E di. Ku është ai sot? Nuk i desh mosale, si futi i shkel në të ndënjura dhe ec. Pra nuk e ndihmoi Rajabi. Këtë i them politikanëve shqiptarë, ajo ju shfrytëzon nuk kur keni nevojë nuk ka për t'ju ndihmuar, përkundrazi. Domethënë, kjo është ajo që unë ngrej. Këto po sulen për kalamojt tanë. Ç'a duan me kalamojt tanë? Gjithë kjo banda e lesbik pederasve i sulen shkollave për LGBTQ, duan me i bo me zor pederas e lesbik kalamojt tanë. Këto i sulen kalamojve tanë dhe është me prova. Është me filmim. Nuk është se thot Gjergji Varja gënjen Gjergji. Jo, jo është me filmim. Ç'do i bësh filmimit ti? Ç'do i bësh 2 incidenteve në Tiranë, 1 në Durrës, 1 në Shkodër. Ke shkolla Jusuf Puka, është shkollë 9 vjeçare, pra maksimumi janë 15 vjeç që lajmojt atje. 15 vjeç është minorent kënja, ha? Ç'a duan ka ajo shkollë më të? Ç'a do më thonë më që s'kishe vend me parkun afër shkollës, ha? Edhe ke shkolla Katuni i Ri në Zberish, s'kishe vend me parkun afër shkollës, edhe ke që quhet ke bulevardi i Ri në Tiranë, s'kishe vend me parkun afër shkollës. Kjo kujton justifikimet e vjetra që 1-2 parkonin furgonat rreth qark i shkollës bashku me Enver Hoxha.
ku sot është Ministria e Mbrojtjes, shtabi i përgjithshëm dhe godina qendrore e Shikut. Edhe këto s'kishin ku të parkoshin atje. S'kishin vendor të shkretët me parku. Palegur thoshin, po s'ka vend se ne shkojmë për spital, ke Nën Tereza. Po, ka parkim me lek aty mren. Ka parkim me lek. Se ju keni frikë se ju vret Irani. Ku ju vret Irani Makollaj? Kur parkonin rrugë, apo kur parkonin një parkim me lek? Që mirë keq ka i tra, ka i roje, qoftë dhe i Illyrian Guards, po prap roje është. Se këto 1-2 na vret Irani. Duhet ngre edhe këtë problem me këto vrasjet. Ai kampi ka deri tani 3 kufoma. Në 2018 është ai iraniani që u mbyt në një rezervuar fshatin rrotull që ishe, sa kilometra larg kampit, që ato dalin të shoqëruar me tjerë, se kanë frikë i vret Irani. Kurse ky shkoi edhe u la u mbyt në rezervuar, s'kishe frikë që e vriste Irani, po si doli nga kampi. Se ato e kanë kampin më serioz post bllokun se sa që të themun kryeministria në Shqipëni. Jo reparti Bunavijës, se ai s'quhet. 1. E dyta, në kamp ka vdek një gjynafqar 62-63 vjeç që ishte ke një kompani pastrimi, një pronar në kompanisë. Është nga një fshat qyteza, ne nga Korça në origjinë, dhe u tha që vdiq aksidentalisht. Shumë interesante ajo, jo e kapi makineria e plerave, ja kapi dorën e boni copa. Domethënë nuk e di a u bë autopsia apo s'u bë. Do doja të shifsha autopsinë, kush e ka firmos. Nëse është bërë autopsi, se to mund ta përcaktojnë që ka vdekur aksidentalisht dhe pa autopsi. Dhe e treta, që këtu s'kan ku të luajnë. Kur ndërhyri policia në qershor 2023, mbeti një i vdekur. Unë kam lexuar ke shqiptarja.com, që është medje pro-qeveritare e gazetarit të shtuar Carlo Bolino, gazetari shqiptaro-italian, dhe në të mujahedinët thonë Avram vllajin ton. Tani, unë i bëj thirrje gjithë gazetarëve shqiptar që t'i kërkojnë hesap policisë shqiptare. Ai që vdiq, se që ka vdek, nuk është gjallë, sa është varrosur. Ai që vdiq, u vra nga policia, e vran shokët e vet, apo vdiq nga shkaqe natyrore, nga pleqëria, infarkti miokardit. Apo e vram neve. Mund ta kemi vrarë edhe unë me ti, me urdhër nga Irani. Po, me parashut na çoi Irani, u humbëm aty me parashut. Karamuço, bashënim, unë me Thanasin kemi vrarë njerëz në kampin Mujahedin, na ka çuar Irani. Mirë. Unë thonë të gjithë gazetarëve shqiptar, pyesimor, çfarë ndodhi me atë? Dakor, këto janë apolit pa shtetësi. Domthonë popull pa inventar, do të thojë në mënyrë popullore. Po prapë janë qenë njerëzore. Dakor, me ka qenë që student i lidhur me këto rrjedhë terroriste etj. Njeri. Po prapë është qenë njerëzore. Çfarë ndodhi më? Vdiq nga zemra, e vrau policia shqiptare siç pretendoshin mujahedinët me zë dhe me figurë. I ka filmuar Report TV, pra media pro-qeveritare. As ti, as unë, as Saliu. Megjithëse Sala është me këto, është byse brek me këto, por është tjetër punë. Pra, çfarë ndodhi me atë? E vrau policia, e vrau shokët e vet mujahedin, apo vdiq nga shkaqe natyrore. Se mirë marrveshjen që kanë ardhur mujahedinët këtu e majnë sekret. Sigur të ketë marrën topa, tanke, bomba atomike, ku dëgjon unë, dakor, sekret ushtarak. Po vdekjen e këtij, çka ka sekret aty më, që ka vdek, nuk është gjallë. Çfarë, se edhe e kanë varros. Çfarë ka sekret aty? Vdiq apo e vran? Nëse e vran, kush e vrau? Policia apo shokët e vet? Se unë e ti pak vështirë ta kemi vrarë. Irani, e ka vrarë Irani, ka çu dorë. Irani po si e vrau, se shokët e vet tonë na e vrau policia vllajin ton. Unë edhe ti kemi bler njerëz brenda policisë tana, si me urdhër të Iranit. Ta vrasim, po. E vram ne, domethënë me dorën e policisë. Po Karamuço, okay. Gjergjo, unë dua që të ndaj disa komente të tjera nga Facebooku, sepse unë e shoh shumë shqetësuese punën e mujahedinëve. Ta janë duke rritur shumë influencën. Shive për shembull një postim nga një farë Adlira Dhorata, janë nga këto femrat që Jo, janë njerëz vërtet, nuk janë kështu pseudonime, Po. Domethënë kanë filluar të shkruajnë poezi për Adeun e Arbërit, që strehojnë mujahedinët.
Këtu, Meku ka filluar përdor edhe faqe sikur kjo e këtij emveristit Çerçis Vloloçit, Alp Spirit, ku sulmon edhe agjentët e CIA, sikur John Kiriaku, i cili në intervistën që ka patur me Tucker Carlson i quan mujahedinët agent Izraelit dhe vrasës. Unë kam respekt për Çerçis Vloloçin, por nuk e kuptoj pse që ka kthyer në identitet në kohën e Ramiz Alis, pavarja. Ndoshta merr një lekë për papunësh, Mero nuk e mban më. Po mori lek ndro puna, halal. Qeço, respekte vlla. Domethënë ky shkrim është botuar te portali i Loloçit. E ka botuar edhe Mero, ja kanë çuar edhe Meros. E ka botuar edhe Mero. Mero inshallah merr një lek vlla. S'ke ç'i bën. Shiko, Mero tradicionalisht ka qenë kundra CIA-s. Mero është në ato të vetën, s'ka si gjë të keqe. Okay. Sepse në 97-ën shkruajti një libër kundra amerikanëve për shkruar kundra CIA-s. Në mbas Gërdecit Mero pati kurajo që unë se pata. E nxorri me emër, me mbiemër dhe me numër telefoni shefin e stacionit CIA-s në Tiranë. Tani sa që e di unë, e çon në Kazakistan, e transferuan në Kazakistan, Tani Gjergji, një moment, domethënë Mero ka botuar komunikatën e Mekut, jo kundër meje dhe teje, po kundër John Kiriakos, dhe për këtë video që është në internet. E dëgjon? What you've said, but I do know that they are feared. Yes. And I know that They're murderous. yes, and it's suspected, because I've heard this from intel people, that they are used basically as assassins for hire. Well, the conventional wisdom is that the Israelis use the MEK regularly Exactly. to carry out these assassinations we've seen over the years in Tehran. Pra Meku sulmon John Kiriakun dhe Tucker Carlson për këtë intervistë. John Kiriaku ka qenë zvendësi, domethënë ka qenë nga bashkëpunëtorët e George Tenetit, domethënë nga kokat e CIA-s, por nëse shikon me vëmendje, kjo video që është botuar në Facebook-un e Gazeta Impact, shive një person me emrin Anton John. Thot, çfarë flisni more bastard? Si mund të akuzosh një opoziton iraniane si kriminal kur vrasësit e vërtet janë në pushtet në Iran? Poshtë pashtruesit e mediave. Domethënë, pse po e lexoj këtë lloj komenti? Nga që ka shumë komente që po shfaqen në Facebook, ku po ka mbështetje nga këta njerëz që Meku mban me lek. Shive këtë komentin tjetër, Muhamet Rexhepi, që duket që do jetë nga katunarët e Manzës, ose është profil falso. Më fal, më duket se shkruan pro Palestina aty, Free Palestine, diçka e tillë. Jo. Ke ky Abdul Xhaberi ndoshta, po ky për shembull për një video që ka botuar Impakti të mujahidinëve që dalin në sheshet e Tiranës, ky Muhamet Rexhepi thotë kërkoi nga organet e shtetit të ngrisi padin ndaj këtij personi që filmoi njerëzit dhe u rrezikojnë jetën që shteti jon ka bërë pranimin e këtyre njerëzve pa shtëpi, edhe një herë ky autor i filmimit bën punë kundër ligjit. Domethënë, ta mercenarët e Mekut tani kanë filluar që të kërcënojnë edhe gazetarët që filmojnë mujahidinët. Domethënë mujahidinët si tregon këtë video. Përdorin shqiptarët si vegël, që nesër i thotë me shqiptarët vlla, çfarë punë kemi ne iranianët? Punë shqiptarësh. Vazhdo. Pra, mua gjë që më bën përshtypje është se po shoh një radikalizim të Mekut, një agresivitet të Mekut në rekrutimin e qytetarëve shqiptar. Për shembull, kjo është një postim nga një femër në Tiranë, duket një Këze Zavalani që del me emrin Kozeta, e mban veten për autore, poete. Që këtë Kozeta edhe shkruan, se çka botuar janë 2 libra në zgabohet. Është autore tash. E kanë ftuar Këzen edhe Këzja ka bërë postimin ku thotë me zimbjes dhe shpresës mëshirohet ideali për një Iran të lirë. Domethënë, mujahidinët kanë filluar që rekrutojnë këtë mundin. Këzen, këtë Çoçolin, që Këzja ka lënë edhe ato kujtimet e saja në kampin e mujahidinëve. Shive pas ka dhe femra tjera përveç Këzës. Domethënë pas kanë shkuar shumë femra. Shive që
edhe herë të që ka interesante. Po që kjo kanë do. edhe 2 zonja ose zonjusha tjera. Jo, po i shohim ashtu si kjo. Po, Domethënë po, Meku pas ka filluar shive fushat masive. po, Marrin njerëz. kraj me qeleshe veriore, me maj, domethënë, jo Shqipëria mesme ose jugu, në qendër, po, shumë interesante. Domethënë Meku pas ka filluar fushat. Edhe femër muslimane kjo zonja plakë me shamit bardh, shumë interesante. Si kisha parë këto, shumë interesante. Kjo me shamit bardh ju më duket më shumë tradicionale, nuk më duket muslimane. Ndoshta dojen nga këto malësore Po pra, katolike. këto ish kooperativista që i mashin edhe në punë shamit. Po. Po, shamit e bardha muslimane të manin, se po kemi edhe një Manjola Koni Luku, edhe kjo në takim me mujahidinët. Është deputetja e zonës dhe është nga familje shumë e mirë. Me origjinë është nga Maminasi, familja madhe, familja Koni. Gjai kësaj ka qenë rektor i universitetit që u përplas me Shullazin. Kjo vetë është nga familja Luku, familje shumë e mirë në Manës, familje me rënj, me intelektual, domethënë të shkolluar në Itali, të shkolluar në Amerikë, kuptohet, mas 90-s, ose para 90-s ishin 200 polakësh. Që kanë si mujahidinët, shkolluar. Shive kemi foto të tjera të pritjes qytetarëve në kampin e Mekut. Domethënë, çam tregojnë, ky me bardha më duket se është Kaskavel Men. Ai që shtypte njerëzit me artilleri me lëvizje Kaskavel. Jo, ishte artilleri vetë lëvizje me rrota gome, pradhim brazilian, nuk ishte tank me zinxhir. Duket se është Kaskavel Men, po pas kanë ftuar një Davida Marku. Kjo Davida pas ka shkuar në kampin e mujahidinëve. Do me thënë, qa të regojnë këto foto që... Davida tipike katolike, ha? Do me thënë, këto foto qa të regojnë? Të regojnë që Meku ka kaluar në ofensiv, po rekruton në mas shqiptar, ndërsa... Ato po lëshon të kancerit. Metastaza. Po, metastazat e kancerit, pik. Dhe në të njëjtën kohë do me thënë Meku sulmon mua ty, Reza Pahlavin. Shive, mua më kanë bërë edhe me kështu, më kanë fut në rreth, do me thënë që kjo është sigur të kanë privilegjuar o njeri, të kanë privilegjuar. Sigur dun me mra me sniper, mos më vrasin, për shqyqyr që se jam Shqipnia, por se do më vrasin. Jo, Allah ile e kam seriosisht këtë muhabet që këta të vrasin, se këta më vrasis. Edhe do më thënë mua... Përgjigje në kam standarte, unë përdor Gillette Mac 3. Po jo më Gillette përdorin gjithë, po këta më vrasës gjithë, nuk jam për të marrë kështu me shaka, këta të vrasin, janë rrezikshëm. Tani, që ta mbyllim këtë bisedë, mos t'i lodhim njerëzit, unë dua konkluzionin tënd, domethënë, pse janë bërë kaq agresiv kundër meje dhe te? Çfarë kemi bërë po? Është si puna e dritës së diellit me vampirin. Ne jemi drita diellit, vampiri do errësir. Do natë vlla. Drita diellit e djeg vampirin. Nuk po shes mend, nuk po bëj auto lavdata, por ajo që themi ne për këto është si drita e diellit për vampirin, e djeg. U aprish këtë fushatë për të përhapur kudo në Shqipëri për të drituar këtë fëmijë shqiptar. Biles, unë mendoj, sepse maj veten një shqiptari mirë, patriot, që ne së bashku, si që veprua me Ilir Metën, që parlajmërumi dolën Borgjit me shkrim kur ishe president, ta parlajmërojmë edhe këtë general majorin Bajramin, që është president, po është profesor i asociuar ndër tjera, pra dhe me gradë shkencore, edhe me gradë ushtarake, general major, ta parlajmërojmë general major rezervë, mos gabojmë, me shkrim për rrezikun e Mekut, sepse ai është komandanti i përgjithshëm i forcave të armatosura me kushtetut. Ai mbledh Këshillin e Sigurisë Kombëtare, pavarësisht nga raportet që ka kompleksi inferioriteti ndaj kryeministrit Edvin, është tjetër gjë, por me kushtetuta i mbledh Këshillin e Sigurisë Kombëtare. Po synojnë kalamajt tanë. Është fiks si agenda LGBTQ që i është sulur shkollave.
Po ashtu, unë mendoj që ndoshta mund t'i drejtojmë me letër edhe komisionerit për mbrojtje nga diskriminimi, zotit Gajda, sepse po përpiqen ta ribëjnë, sa ti kishe marrë mandati, kishin ja 3 vjet, po tani duan me i dhanë një mandat tjetër, këto të majtët, që të mbroj kalamajt nga diskriminime, të mbroj kalamajt. Dakord, duhen mbrojtur pederastët nga diskriminimi, duhen mbrojtur arrigjit nga diskriminimi, po kalamajt shqiptarën duhen mbrojtur. Unë mendoj që duhet ta shkruajmë një letër edhe për komisionerin për mbrojtje nga diskriminimi. Unë kështu mendoj, po ta pjekim këtë, si do e shkruajmë, si do i drejtohemi, çfarë temash do të trajtojmë, me çfarë gjuhë do t'i trajtojmë. Duhet të bëjmë detyrën tonë si patriot shqiptar, to do one's bit, thot anglezi. Të bësh punën tënde, të bësh detyrën tënde. Bësh atë copë të detyrës që takon ty. To do one's bit. Unë mendoj që duhet ta paremërojmë General Major Bajramin, presidentin e Republikës, shkëlqësinë e tij për këtë me shkrim, që të lehet gjurmë në protokoll, me shkrim, jo llafe pazari, jo thasha theme kafeneje, me shkrim, të lehet gjurmë aty, siç ja bëm Ilir Metës që i lam gjurmë. Është tjetër gjë, Ilir Meta nuk ju nështru presionin Mujahedin, dhe sot është burge, majnë ka pas, sikur t'ishe në i kafshë egër, jo ish presidenti i Republikës, se ish kryeministër e tjerë. Pra, mendoj që t'i shkruajmë letër, po ta pjekim këtë, diskutojmë më vonë. Ne duhet bëjmë detyrën ndaj Shqipërisë, duhet bëjmë detyrën ndaj kalamajve shqiptar. Të shohim, të kontaktojmë unë që jam Shqipëri, OJQ që merren me mbrojtjen e fëmijëve. Se nofta mund na ndihmojnë edhe këto OJQ-t. Sidomos OJQ që marrin pare nga ambasadat e huaja, nga ambasada amerikane, nga ambasada holandeze, nga ambasada suedeze. Nofta mund të kërkojmë ndihmën edhe të ambasadës amerikane, që të ndihmojsh fëmijët shqiptar. I kemi aleat të posaçëm, aleat speciale amerikane, që mund të kërkojmë ndihmë. Unë po mendoj të shkruaj edhe një letër shkëlqësisë së saj, charge d'affaires, Madame Charge d'affaires Nencit, për këtë problem, po se kam pjekur ala idenë tamam. Duhet bëjmë diçka për fëmijët shqiptar, kaq, që të vijemi baballar. Pas kësaj video, do kemi Mekun që do na sulmojë me ndonjë deklarat tjetër, do thotë agjentët e Iranit po na kërcënojnë, na vrasin. Do dali Karamushi. Jo, nuk do i vrasë, do njoftoj presidentin e Republikës. Qofse i vret presidenti që është edhe ushtarak, atëherë le t'i vrasë. Unë nuk kam nërmend t'i vrasë. Unë do informoj presidentin e Republikës me shkrim që të njeri gjurmë. Okej. Bile duhet informu dhe komisioneri për luftën kundra diskriminimit. Zoti Kajda, duhet informu dhe e ndihmë. Gjergji, ta mbyllim? E mbyllim. Okej, miq, të gjithë ju që na shikoni, besoj u informuat në këtë bisedë që bëra me mikun tim Gjergji Thanasin mbi fushatën e sulmeve që Meku është duke bërë kundër gazetarëve, në veçanti në Shqipëri kundër meje dhe Gjergjit Thanasit, fushatën masive rekrutuese të shqiptarëve që Meku po i bën, sulmet që Meku bën jo vetëm kundër Iranit, por edhe kundër opozitës iraniane në Perëndim, sigurisht në princi i kurorës Reza Pahlavi, sulmet që Meku bën kundër gazetarëve amerikanë që nga Tucker Carlson dhe John Kiriakou, agjentët e CIA-s, dhe me Gjergjin në këtë bisedë u munduam pak a shumë që të kuptojmë çfarë po ndodh, pse Meku është bërë kaq agresiv. Besoj se do kemi biseda të tjera në të ardhmen dhe shpresoj me inshallah, nëse gjejmë kohë me Gjergjin, në ditët mbijim do të shkruajmë edhe një letër presidentit të Republikës dhe Këshillit të Sigurisë Kombëtare, ku do të tregojmë shqetësimet tona për këtë fushatë rekrutuese dhe predatore ndaj fëmijëve shqiptar që Meku ka nisur në Shqipëri. Do shtosh në gjë Gjergj apo ta mbyllim? Jo, e lejmë kaq, mendojmë për letrën. Okej, faleminderit.